thjesht pozicioni i zotit Abdigjiku është i tillë që le shumë dilema. Nëse ai ka shku në takim me zotin Kurti me 18 mandate, kjo o diçka tjetër dhe kjo do të ishte shumë optimiste. Po unë dyshoj shumë që zoti Abdigjiku disponon më shumë se 10-11 mandate. Por ata nxorën një vendim në kuvendin e kaluar që deputetët duhet të binden vendimeve të partisë. Vendimi, po, është marrë e vendim, por kjo nuk do të thotë që deputetët do të respektojnë atë, sepse megjithatë do të thënë mandati i deputetit është i lirë. Mund të marrin masa pastaj, po kjo diçka tjetër pastaj, kjo pastaj LDK mund ta çojë në çarje, në plasaritje, në ndarje në dysh. Nëse zoti Abdigjiku nuk ka me vete gjitha mandatet, do të thotë 18 mandate, nuk e shoh do të thotë këtë takim kush e diçka të rëndësishëm. E shoh si piknisje për diçka të ardhshme, jo si diçka që sonte mund të merret vesh. Nëse më lejon, kisha pasur dëshirë të them diçka në përgjithësi, është për keqardhje kjo çfarë të ndodhur. Po, këtë do ta thosh pas pak. Vetëm ta kemi kolegen Elminën në lidhje të drejtë për drejtë e shoh tash e kemi gati. Elmina, përshëndetje, janë më shumë se 3 orë takim me zotit Kurti dhe zotit Abdigjiku. A ke informacion se a pritet se shpejti të përfundoj takimi apo edhe mund zgjas, ose nëse ke informacione se çfarë po ndodh brenda takimit? Po bashkëm, takimi tashmë ka përfunduar sipas dikujt nga stafi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, nga stafi i kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, por nuk kemi informacione nëse ka ndodhur ndonjë marrëveshje në mes të kryetarit të lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Kujtojmë se ky takim ka nisur në orën 8, pak pas orës 18, ndërkaq që në takim Kurti ka shkuar i shoqëruar me Hekuran Muratin, ndërkaq Lumir Abdigjiku i shoqëruar nga Vjosa Osmani dhe Lutfi Hazire. Tani për pak minuta pritet që ata të dalin, nuk e dim se cili do të dali pari, Kurti apo Abdigjiku, për të drejtuar para mediave dhe për të kuptuar pra më shumë se çfarë ka ndodhur në këtë takim dhe a është arritur ndonjë marrëveshje e mundshme për zgjedhjen e presidentit të ri, pra siç kemi thënë më herët, pasi që Kurti ka deklaruar se votat numrat pra në kuvend për konstituimin e kuvendit dhe të qeverisë i kanë, por që duhet marrëveshje me parti opozitare, pra siç ka quajtur ai në këtë rast Lidhjen Demokratike për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Pasi që kujtojmë se Kosova shkoi në zgjedhje të jashtëzakonshme, pasi partitë politike parlamentare nuk arritën marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, mandat ky i cili kishte kaluar Vjosa Osmanit. Ndërkaq në takim pra nuk kanë marrë pjesë Bedri Hamza i PDK-s e as Ardian Gjini i AK-s. PDK-ja është deklaruar se nuk, siç kanë thënë, nuk hyn në pazare me lëvizjen Vetëvendosje, ndërkaq AK-ja ka vënë 6 kushte që të jetë pjesë e takimit, por edhe të qëndrojë në sallën e seancave plenare kur do të vi koha që të votohet presidenti i vendit. Këto janë të rejat, bashkim nuk ka ndonjë informacion të saktë apo të konfirmuar se ka arritur ndonjë marrëveshje, atë presim ta dëgjojmë tani nga të dy liderët e partive politike, Lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, të cilët nga qasti në qast pritet që tu drejtohen këtu mediave, të cilat janë të shumta, të cilat pra po e përcjellin këtë takim. Kaq sa i ka përket kësaj paraqitje, nëse ti nuk ke ndonjë pyetje nga studio. Elmira, po të falenderoj shumë, po presim nga qasin qas që dalin dhe të tregojnë se çfarë kanë biseduar ose nëse janë dakorduar që të krijojnë institucionet bashkarisht Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Do të jemi sërish bashkë sapo të kemi zhvillime të reja nga atje dhe kthehemi në studio. Zoti Goci, takimi ka përfunduar, po presim nga momenti në moment të shohim nëse ka ndonjë risi bazuar në ato çfarë ka ndodhur në takimet që ishin para se të shkonim në zgjedhjet e qershorit. Tani e kam vështirë dhe nuk duhet paragjykoj, sepse thjesht nuk kemi asnjë informacion. Do thotë, ndonse tani bazë të debateve që janë zhvilluar këto ditë në Kosovë, gjithsesi një gjë më duket e çuditshme. Kërkesa për bashkëqeverisje. Në çastet kur një parti disponon 62 ose 3 mandate, bashkëqeverisja nuk ka kuptim. Sepse thjesht pala tjetër do të thotë,
mund të largohet, mund të mbetet inferiore, të marginalizohet, sepse partia parë ka... Po mbase kjo është opcioni vetëm që të arrihet kompromisi, që të kaloj edhe çështja presidentit. Unë mendoj që kompromisi do duhet të fokusohej diku tjetër. Të kuptohet që vetëvendosjes i takon qeveria. Ka gjatë të dy vota. I takon edhe kryetari i parlamentit. Mendoj se bisedimet, debatet duhet të fokusohen ekskluzivisht te presidenti. Të zgjedhja presidentit ose presidentes, por me kompromis. Kompromis duke u bazuar në kvorum. Kvorumi nuk është formalitet. Kvorumi është një mekanizëm i jashtëzakonshëm që balancon pushtetet në çdo demokraci parlamentare dhe këtë funksion e ka, nuk është rastësisht. Më habisin disa nga ekspertet e drejtës pushtetuese kur thonë se deputetët duhet të marrin pjesë, po deputetët duhet të marrin pjesë, por kvorumi është një nga, në bindjen time, është një nga margaritarët e kushtetutës tonë, sepse nuk lejon koncentrimin e pushteteve të partia parë. Dhe kjo është shumë e shëndetshme për çdo demokraci. Po veç kvorumi, zoti Koci, në këtë rast është shumë specifik. Është kvorumi në kutit votimit. Dhe jo prezenca fizike në sallë. Pavarësisht. Që nënkupton vot. Pavarësisht. Unë mendoj që kvorumi në Kosovë është keq interpretuar. Ose spaku nuk është interpretu si duhet. Për çështjen e presidentit? Për presidentit. Ekskluzivisht po flas për çështjen e presidentit. Është keq kuptuar apo është keq shkruar? Sepse aty shkruan kvorumi është në kuti votimit. Unë përjashtoj mundësinë që nuk është keq shkruar. Thash është unë mund të jem gabuar, unë mendoj që është margaritari i kushtetutës tonë. Pse? Thjesht nuk lejon koncentrimin e gjitha pushteteve, gjitha posteve te partia parë. Kjo funksioni i kvorumit. Pra, e detyron partinë e parë t'i ofrojë diçka opozitës, të mos e lërë pa asgjë. Dhe kjo është ai balanci i pushteteve që është shumë i shëndetshëm për çdo demokraci. Të kundërtën, ai vend që nuk e respekton këtë normë, shkon drejt autokrasisë. Në rastin tonë, në këtë rast konkret, cili do të ishte kompromisi? Unë mendoj që, pra e thash, pas një diskutim pa kurrfarë bashkëqeverisje, qeveria takon vetëvendosjes, kryetari i parlamentit takon vetëvendosjes, por te presidenti vetëvendosja do duhet të bënte kompromis edhe opozita. Unë në bindjen time kompromisi jo ky, që vetëvendosja t'ia kërkoj opozitës 5-6 kandidat. 5-6 kandidat. Partjak ose jo partjak, ashtu siç mirën vesh, dhe pastaj... Por ndodhi kjo herë në shkuar, zoti Koci? Nuk ka ndodhur kjo. I tha 3 kandidat, hajde sjellin në kuvendin e Kosovës, e votojmë njën nga ta. Po vetëvendosja atë bote kishte kandidatin e vet gjithashtu. Po i tha po i tërheqim ata. Po i tërheqim kandidaturat tona, sjellni si opozit 3 kandidat, e kalojmë njërin nga ta. Nëse vetëvendosja e bën këtë, e bëri herën e shkuar, po them. Mirë, nëse vetëvendosja edhe kësaj radhe i ofron opozitës që ta ofroj 5-6 kandidat. Po. Dhe që pastaj vetëvendosja t'i nxjerr 2 në votim dhe e voton njërin, vetëvendosja ka bërë kompromisin dhe nëse opozita nuk e pranon këtë opcion, atëherë faji mbetet opozitës. Atëherë vetëvendosja e ka respektuar kvorumin, ka bërë kompromis, i ka ofruar mundësinë opozitës ta ofrojë një kandidat partjak ose jo partjak, ashtu siç mirën vesh. Dhe nëse opozita nuk arrin të mirën vesh, opozita bashkuar për një kandidat të përbashkët, atëherë opozita është fajtore, faji mbetet asaj. Por, nëse tentohet që posti i presidentit me çdo kusht t'i mbetet vetëvendosjes, mendoj që ne nuk... Do ta shohim se si do të ndodhë, sepse ishte përfolur që potencialisht ka një marrëveshje potenciale mes vetëvendosjes dhe LDK-s, që presidenti ta marrë vetëvendosja, por kryetari në kuvendit ta marrë LDK-ja. Por këtë do ta mësojmë pas pak. Gojnozi, presin nga më shumë se 3 orë takim të ketë diçka pozitive, kur po them pozitive, po nën kuptoj mundësinë e një marrëveshje për t'i kriju institucionet. Shiko bashkëm, kjo 3 orë që i sotshëm është vjen pas një blokade të bisedimeve për krijimin e institucioneve, me që kishim zhvillimin në lidhjen demokratike të Kosovës dhe zoti Abdigjiku paralajmëruar që nuk do të jetë pjesë e tavolinës për bisedime derisa të pastrohet situata me kuvendin e lidhjes demokratike. Atje u bë kjo dhe tani u kthyem në bisedime të cilat dora në zemër do të zgjasin edhe nëse do të vazhdojnë nesër edhe më tepër, sepse jemi në ditët e fundit të para 6 gushtit, kur është... pas nesër është seanca konstituive? Po, pra, kur është seanca konstituive, e cila nëse na gjejmë pa marrëveshje, atëherë
shtrëngohet, lëvizjave të vendosjes shtrëngohet që ta ketë kryetarin e Kuvendit. Nëse do të kemi marrëveshje mes vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, atëherë gjasat mund të ndodhin ndryshe, pra që Lidhja Demokratike e Kosovës të bëhet bartëse e postit të kryetarit e Kuvendit. Prandaj konsideroj që për shkak të kohës shumë të shkurtër mund të kemi takime edhe më të gjata. Dorë në zemrën prita që edhe ky takim sonte do të jetë edhe më i gjatë, megjithatë fakti që Lidhja Demokratike e Kosovës ka shkuar sot e përforcuar, të them kështu, me që aty ishte edhe zoti Lutfi Haziri. Po mire ke, se sonte ishte edhe zoti Haziri. Dhe kjo është një sinjal edhe më tej pozitiv për gatishmërinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë nuk duhet marrë shumë ndoshta me optimizëm, sepse këto takime të gjata ndonjëherë din të jenë alibi për të krijuar përshtypjen e stërmundimit të madh të arritjes së provuam por nuk ja doli. Me këtë sloganin pastaj që mund të dalim provuam por nuk ja dalim. Por gjithsesi, unë mendoj që është pozitive për Lidhjen Demokratike të Kosovës për procesin që zoti Lutfi Haziri është aty. Në radhë të parë, nga që unë i shoh personalisht nëse do të kemi marrëveshje, që zoti Haziri mund të jetë një prej bartësve të një pozicioni të lartë politik në vendin e Kosovës. Po, e ngriti një çështje zoti Koci, tha, nëse LDK-ja ka shkuar sot me 18 deputetët e tij. Zoti Haziri, kjo është elementi i parë, që zoti Haziri mund të jetë bartës e një mekanizmi institucional të rëndësishëm në Republikën e Kosovës nesër, ndërsa elementi i dytë i rëndësishëm është që zoti Haziri është lojtar i cili brenda LDK-s është mirë me të gjithë. Edhe me krahun e zotit Avdi Gjiku, edhe me krahun e oponentëve të tij brenda Lidhjes Demokratike, sado që kishim një kuvend, megjithatë nuk patëm një bashkim politik të këtyre dy krave brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe ai që mund të fashit pa kënaqësitë eventuale zoti Haziri. Brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës mes këtyre dy palëve është zoti Haziri, sepse zoti Haziri ka edhe një kontribut të vlefshëm në Lidhjen Demokratike, ka edhe një përvojë, po ka edhe një, si të them, aurë e cila respektohet nga antarësia. Më fal, veç po kërkoj nga regjia, lutem që të më shfaqni pamjet para kuvendit, sepse duket se duket dalë dikush nga ndërtesa e kuvendit të Kosovës, po i shoh edhe që janë mbrojtja afërt e liderëve të institucionit, po është kryeministri në detyrë, kryetari i vetëvendosjes zoti Albin Kurti, dhe shohim se çfarë ka për të thënë pasi takimit. Mirë mbrëma të gjithëve, faleminderit që na keni pritur pas këtij takimi që kishim me udhëheqjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me çrast kryetari Lumir Avdi Gjiku erdhi me dy bashkëpunëtorët e tij, me zonjën Vjosa Osmani dhe me zotëri Lutfi Hazirin. Në anën tjetër unë isha bashkë me ministrin e Financave dhe anëtarin tonë të kryesisë, Hekuran Murati. Diskutuam shumë çështje të aktualitetit politik, të situatës institucionale, të sfidave të cilat na presin në aq shumë fusha për progresin që i nevojitet qytetarëve të Republikës dhe shtetit tonë. Me çrast natyrisht ndam edhe shumë brenga që i kemi, por njëkohësisht ka edhe shumë vullnet e zell për të punuar bashkë në të ardhmen. Kjo natyrisht që është optimiste për të dy subjektet tona, e besoj që është edhe një gjë shumë e mirë për vendin tonë dhe për qytetarët në përgjithësi. Nuk mund të themi që takimet me Lidhjen Demokratike të Kosovës janë ndonjë lajm tashmë në Kosovë. Është normale që ato të ndodhin. Unë besoj që takimet ndërmjet subjekteve politike nuk do të duhejnë përgjithësi të ishin lajm, meqense pavarësisht ta jemi në opozit apo në qeverisje, ne duhet të takohemi, duhet të komunikojmë, duhet të bashkëpunojmë për ato për çfarë pajtohemi dhe duhet të synojmë të pajtohemi edhe për ato për të cilat nuk pajtohemi. Ajo që fatkeqësisht është lajm sot në Kosovë është që nuk arritet të takohem sërish me kryetarin e ri të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotëri Ardian Gjinin, i cili është njëkohësisht edhe kryetari i komunës Gjakovës. Përkundër përpjekjeve tona, mendojmë që është e parësyeshme që të mos takohemi e bisedojmë, kur e dim që politikanët në Kosovë, edhe vendor, por edhe me diplomatët e politikanët ndërkombëtar,
takohen aq shumë e shpesh sa që pothuajse secili me secilin, e tash të mos takohet vetëm kryeministri, përkatësisht unë, me kryetarin e një komune, përkatësisht kryetarin e AK-s Gjini, besoj që kjo është lajm sot në Kosovë. Në anën tjetër, për dallim prej kryetarit të AK-s, i cili u vetë përjashtua para se të filloj procesi i bisedimeve, e kemi një situatë tjetër gjithashtu jo të lehtë, për shkak se kryetari i PDK-s u vetë përjashtua në fillim të procesit të bisedimeve, zhvilluam vetëm një takim, unë besoj që duhet takohemi edhe më tej, kjo nuk u bë e mundur, vullneti dhe gatishmëria ime, përveç se interesimit tim, do t'jenë gjithmonë aty, pra në një kohë të përshtatshme, në cilin do vend që zgjedhin ata, unë jam i gatshëm që të takohem edhe me kryetarin e AK-s, edhe me kryetarin e PDK-s. Kemi aq shumë tema për t'i diskutuar, nuk besoj që nuk ka diçka për të cilën nuk pajtohemi, ka shumë gjëra për të pajtohemi dhe që mund t'i shndrojmë në një plan veprimi. Në anën tjetër për interes shtetëror, edhe nëse kemi mos pajtime, nuk besoj që të gjitha mos pajtimet ngelen të tilla nëse ne takohemi edhe përpiqemi që t'i urëzojmë ato. Sa i përket takimit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, përkatësisht me krerët e saj, lajm do të ishte po të kishim marrëveshje. Marrëveshje politike nuk kemi, pra diskutuam për çështje të ndryshme, për mundësi që i kemi përpara, kemi nevojë për një marrëveshje politike e cila respekton rezultatin zgjedhor, nuk e zëvendëson atë, por e shndron rezultatin zgjedhor edhe në kontribut për stabilitet institucional dhe për funksionim të Republikës së Kosovës në mënyrë demokratike. Askush nuk i do zgjedhjet e reja, mirë po nëse nuk do të kemi marrëveshje, nëse nuk do të kemi hapa përpara, përkundër mosdëshirës që të shkojmë në zgjedhjet e reja, fatkeqësisht ato mund të shkaktohen. Për këtë jemi të vetëdijshëm edhe lëvizja vetëvendosje, edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Do të përpiqemi maksimalisht, do të vazhdojmë komunikimin dhe takimet, por ndërkohë që e bëjmë këtë, me qenë si janë afruar ditët, koha është shkurtuar dhe do të na duhet që edhe në rast të mungesës së një marrëveshje politike në ditën e nesërme, pas nesër të jemi në fillimin e seancës konstituive të legjislaturës së 19. Po lëvizja vetëvendosje ndonjë kandidat për president që ta diskutojnë se do në Argjiku edhe për ato votat e deputetëve të Universitetit Paknaqës, se ata kanë thonë se nuk do ta votojnë qeverinë pasi edhe presidentin. Ne kemi diskutuar shumë më tepër për raportet tona si dy subjekte sesa për raportet e brendshme të subjekteve. Lëvizja vetëvendosje konsideron që presidenti ose presidentja e Republikës si shprehje e unitetit të popullit, si një figurë e cila duhet të ngrohë zemrat e gjithë qytetarëve të Republikës në kuptimin e vlerave dhe meritave profesionale e shoqërore e kombëtare, pra një personalitet i cili do kishte shumë karakter të mirëpritur nga popullsia, nuk do të paraqiste polin e 4 të pushtetit, sepse Republika Demokratike i ka 3 shtylla, ekzekutivin, legjislativin dhe gjyqësorin, do duhet ishte jashtë partive politike dhe njëkohësisht të mos ishte i përfshirë në polemika ditore, le të themi. Pra, ne jemi të interesuar e të gatshëm që të bashkëpunojmë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse vendi ynë ka nevojë për progres të përshpejtuar, mirë po sa i përket pozitës së presidentit, qëndrimi ynë është që nuk do duhet të jetë pjesë e pushtetit politik, por e përfaqësimit Republikës. Ta shohim se çfarë do të sjell komunikimi i ardhshëm. Pra, unë nuk mund të sjell emër konkret, sepse emri konkret do duhej të ishte konsensual, pra të ishte gjithë përfshirës, të mos ishte i lëvizje vendosje. Ju e dini që herën e kaluar ne kemi sjellur emër konkret, po i ka qenë Glau Konjufca dhe Fatmire Kolçaku. Kur u tërhoqën këta dy,
kemi kërkuar emra konkret dhe pasi që s'na u dhanë, e sollëm edhe një emër konkret, i cili ishte doktoresha Feride Rushiti, por nuk u pranua pikërisht pse sollëm ne. Prandaj ju duhet në mirë kuptoni që nëse unë sjell emra konkret, pikërisht pse solla unë emrin konkret, unë bëhem më shumë emër konkret se emri konkret që solla unë. Rrjedhimisht ne jemi të interesuar që ta kemi dikë gjithë përfshirës, sepse nuk duam të sjellim emra që nuk zgjedhen, por dëshirojmë të kemi emra të cilët e kanë mirëkuptimin e përgjithshëm dhe atë mbështetjen e domosdoshme në Kuvendin e Republikës. Nuk kemi folur për emrat presidentes apo presidentit, kemi folur për rrugën përpara në bashkëpunimin e Lëvizjes Vendosje me LDK-n dhe me qenë se kemi pasur situatat pothuajse dhe rivalitetit në kuvend shumë shpesh, nuk është kollaj tash që për këto, s'mund të them as pak ditë, po madje pak orë para fillimit të seancës konstitutive të kuvendit, ne te kalojmë të gjitha gjërat. Megjithatë po punojmë maksimalisht. Faleminderit shumë. Dëgjuam pra zotin Kurti, kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje që është edhe kryeministër në detyrë, se çfarë tha me takimin që kishte me zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, përkatësisht me kreun e saj, zotin Abdixhiku dhe bashkëpunëtorët e tij, zotin Osmani dhe zotin Haziri. Sipas zotit Kurti, zoti Gojnoci, sepse ishin duke fol bashkë, ka vullnet për të gjetur një marrëveshje, s'ka marrëveshje, marrëveshja nëse arrihet duhet jetë sipas rezultatit të zgjedhjeve, jo zëvendësimi i tij, s'ka emra të përveçën për bartës institucionësh dhe u përmendet edhe mundësia e zgjedhjeve. Po tani këto gjithçka janë brenda, si më thanë, kornizës së diskutimeve politike, kur partitë politike mund të bisedojnë për ndërtim të institucioneve dhe ndarje të pushteteve. Megjithatë, zoti Kurti u rezervua të thotë diçka konkrete. Nga ajo që u adresua tani nuk munda të lexoj nëse gatishmëria e dy subjekteve politike është që realisht ta ndërtojnë marrëveshjen e cila do ta dërgonte Kosovën jo në zgjedhje, po në ndërtimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Ndoshta zoti Abdixhiku do të jap diçka më tepër rreth këtij takimi që kishte, megjithatë nga gjuha e trupit, nga emocioni, nga energjia që përçonte zoti Kurti, duket sikur takimi nuk ka qenë ai që është pritur dhe duket sikur situata është më e larguar sot se sa para takimit, sepse numëroj për opinionin publik në disa nga këto elementet që edhe ti përmende, duke specifikuar po ashtu që nuk kërkohet një president me pol politik, po kërkohet një president përfaqësues dhe jo konkurrues për institucionet e tjera. Prandaj mendoj që është një qasje cila tregon që duhet nëpërmes medjave dëshiron të sqarojë edhe opinionin publik, por edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës se çfarë realisht po kërkohet tani. Okej, dhe regjia besoj do të na sjellë edhe pamjen nga obori i kuvendit të Kosovës, sepse aty janë edhe kolegët që po presin dhe zoti Zeqiri, një frazë që më bëri përshtypje e asaj çfarë tha zoti Kurti, është që marrëveshja duhet të respektojë rezultatin e zgjedhjeve, jo ta zaventësojë atë. Dhe kjo i bie sikur mbasi LDK-ja mund të ketë kërkuar diçka që nuk reflekton rezultatin e zgjedhjeve. Dhe këto ishin edhe çështjet që ishin paraqitur pengesa edhe në dialogun e kaluar para se të shkonin zgjedhjet e shkuara. Bashkim, siç edhe kemi thonë dhe kemi post këto informacione nga brenda që në taku herën e parë mes zoti Kurti me zotin Abdixhiku, duket që aty ka pas një pajtim që kryetari i kuvendit t'i takoj Lidhjes Demokratike, dërsa presidenti Lëvizjes Vetëvendosje. Dërsa sot ka ndryshuar gjonat, Lidhja Demokratike i ka ato të lashet të cilat nuk i ka zgjidh në kuvendin e saj të përgjithshëm. Madje ka dalë me të lashe alama të mëdha, është konfirmuar Abdixhiku si kryetar, por nuk është i konfirmuar Abdixhiku si përgjegjës ose bartës i fuqisë
politike të 18 deputetët e vetë. Prandaj sigurisht që edhe në këto bisedime që zoti Abdigjiku së do shkuj përforcuar edhe nga Lutfia Zi, edhe pse ftesa ka qenë 1+1, ta kanë shku 3, por megjithatë duket që më shumë është bisedu për numrin e deputetëve dhe për garanci që mund të jap lëvizja lidhje demokratike marrëveshjes politike se sa për pozitat për të cilat është shku për të biseduar. Po, është një diçka, kur thuhet se ka vullnet dhe ka zëll, që të bashkëqeverisin nëse ka kaq vullnet e kaq zëll, besoj që marrëveshja nuk është ndonjë problem i madh të arrihet. Vullneti edhe mundësitë dallojnë. Ka vullnet zoti Abdigjiku, ka vullnet duket edhe zonja Osmani. Me duhet të ndërpres zoti Zeqiri sepse po del zoti Abdigjiku. Numrat nuk garantojnë asgjë. Edhe zotin Abdigjiku. Jemi gati po? Atëherë më lejoni fillimisht të falenderoj për kohën që e keni kaluar këtu dhe njëkohësisht kërkoj mirë kuptim nga ju që ndoshta zot mund të jem aq i saktë sa do të dëshironi ju. Sonte po do të përpiqem që për hir të respektit jo vetëm ndaj medjave të Kosovës, por dhe popullit të Kosovës të prezantoj më së miri atë se çfarë po ndodh tani. Ky është takimi i dytë pas zgjedhjeve të 7 qershorit me vullnet të mirë, me respektim të plotë edhe të rezultatit zgjedhor, por edhe të gatishmërisë sonë si Lidhja Demokratike e Kosovës që me çdo çmime, me çdo kusht të shmangim zgjedhjet e reja, 4 me radhë për më pak se 2 vite. Besoj se kështu respektojmë jo vetëm interesin e LDK-s, por interesin e Republikës Kosovës, e cila ka nevojë për stabilitet institucional dhe për punë, më tepër se sa për dramë politike. Ishte një takim i mirë, i mbar, në të cilën trajtuam çështje të ndryshme programore, politike, të ardhme dhe strategjike besa për Republikën e Kosovës. Do të përpiqemi edhe në ditët në vazhdim të kemi diskutime më thelbësore, më detajuara. LDK-ja natyrisht se qëndron brenda parimeve tashmë të bëra publike. Para që na duhet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, në mënyrë që të ruhet stabiliteti institucional, dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, të ketë balans demokratike brenda institucioneve të Republikës. Dhe këtë balans demokratik i LDK-ja duhet ndihet e përfaqësuar në të kundërtën edhe kontributi i LDK-s, po edhe konstelacioni politik i ndërtuar s'do të ketë as forcë, as fuqi e nevojshme. Do të vazhdojmë takimet me kaq vullnet mirë, në qoftë se s'bëjmë asgjë, e vetmja gjë e garantuar do të jenë zgjedhjet e reja. Dhe besoj që kjo është as lajm i mirë për popullin e Kosovës, as lajm i mirë as për partitë politike. Prandaj dhe marrim pjesë takime, që të provojmë të japim më të mirën, vetëdijshëm për interesin e vendit dhe vetëdijshëm për politikat që i përfaqësojmë ne si LDK. Dhe në këtë përpjekje tonë do të insistojmë që të ruhet demokracia e Kosovës dhe që LDK-ja nëse mund të arrijë partneritet me palën tjetër të njëjtë e përfaqësuar. Nuk kemi folur për emra konkret, pra ende jemi në diskutime të parimeve, në qoftë se deri me datë 6 gusht nuk ndodh asgjë, kemi kërkuar të vazhdohet procesohet tutje me konstituimin e kuvendit, sepse s'ka nevojë që të pritet, LDK-ja nuk ka asnjë apetit për kryetarin e kuvendit, sepse është figurë ceremoniale e cila duhet të përfaqësojë edhe, siç e thot kushtetuta, propozimin e partisë së parë. Dhe në këtë drejtim LDK jep emrin e vet për në kryetar të kuvendit. Për çështje tjera, më pas kemi afat kohor shtesë, sa më herët më mirë që bëjmë zgjidhje, sepse Kosova ka shumë probleme, shumë sfida përpara, dhe në këtë drejtim duhet japim zgjidhje konkrete. Zotri Abdigjiku, e kam thënë shpesh herë për marrëveshje të mirë, LDK-ja ka gjitha votat, për marrëveshje jo të mirë u ka kasë votën time si kryetari i saj. Pra nuk mund të diskutoj për mbështetje politike pa pasur substancë. Fillimisht duhet të ndërtohet marrëveshja, më pas të prezantohet ajo marrëveshje dhe më pas do të flasim për aritmetik, për numra, për mundësi të realizimit e kështu me radhë. Në këtë përpjekje po përpiqemi për balancë institucionale, kërkoj falje që s'mundem më shumë të jap detaj sepse jemi në proces diskutues dhe ju los që të keni mirë kuptim për këtë çështje sepse po vazhdojmë tutje diskutimet. Zotri Kurti tha që po të kishim pajtueshmëri të plotë për gjitha çështjet,
Do ta shpallim këtë marrëveshje, po ende jemi në proces të tutje, prandaj lus për mirë kuptim. Mund të kemi takime në ditët e vijim, mund të presim konstruimin e kuvendit, më pas kemi 25 ditë, aq sa duhet 10 ditë dhe 2 javë për mandatim të mandatarit, ku para se të bëhet qeveria e re në vend, por sa më herët më mirë, se sa më gjithëpërfshirëse më mirë për gjithë. Zoti Kurti konsensual, zoti Abdixhiku. Zoti Kurti tha që ata duan president konsensual jo të vetëvendosës. Tani president konsensual gjem është secili president që i merr 80 vota. LDK-ja duhet ndihet e përfaqësuar në institucionet e Kosovës për të pasur votat e veta. Zotri Kurti tha që marrëveshja politike nuk duhet të mbivendoset rezultatit zgjedhor. A ka tentuar LDK-ja me jam mbivendosur përmes marrëveshjes politike rezultatit zgjedhor? Jo, kemi pas dakordon s'plot, njëra prej çështjeve bazike që marrëveshjet në tavolinë nuk e përmbysin rezultatin zgjedhor. Prandaj edhe ju thash fillim që ne s'kemi asnjë ide të kontestojmë rezultatin zgjedhor, po përpiqemi që brenda interesave të Republikës, rrethanave që jemi tani, të japim më të mirë për Republikën e Kosovës. Ju falenderoj shumë gjithëve. Mirupafshim. Umër vishit. Dëgjuam pra edhe kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Abdixhiku, se çfarë tha. Pas t'jap fjalën zotit Sadiku që të vazhdoj aty ku e la, sepse ndërprim me që doli zoti Abdixhiku për të dhënë deklarimin e tij pas takimi. Nëse bëjmë një përmbledhje, LDK nuk ka asnjë apetit për kryetarin e kuvendit, nuk ndihet e përfaqësuar me një president konsensual, ka vullnet, ka zëll, që i bie që LDK-ja po kërkon presidentin. Po, ata që ka dëgjuar për zotin Abdixhiku është që Lidhja Demokratike kërkon hisën në qeveri dhe postin e presidentit vendit. Sepse tha vetë që ne do të propozojmë një nën kandidat për nën kryetar të kuvendit dhe marrëveshjet gjithë përfshirëse i bën që ai të jetë edhe pjesë e qeverisë, por jo kryeministër, si dhe posti i presidentit. Megjithatë, zoti Kurti e tha që posti i presidentit duhet të jetë jo partijak dhe duhet të jetë një përfaqësues me bagazh kombëtare, patriotike, intelektual. Po LDK nuk dihet tha përfaqësuar. Lidhja Demokratike tha që nëse ne nuk ndihemi të përfaqësuar, atëherë nuk kemi votë për të votuar blanko një kandidat që mund të propozohet. Prandaj këto janë sinjalet jo të parat, po të vazhdueshme që vendi po shkon në zgjedhje sa më shpejt. Që shkohet në zgjedhje aq më mirë është. Përndryshe nuk do të ketë marrëveshje politike, aty sigurisht që është biseduar edhe për numra, për vota, të cilat janë të pamjaftueshme për me kriju një 80 vatsh për zgjedhjen e presidentit vendit. Ajo çfarë na mbeti borxh zoti Kurti për ta thënë është nëse ka shkuar me të vërtetë me 18 vota Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zoti Abdixhiku. Po, zoti Abdixhiku në takim me zotin Kurti në marrëveshjen eventuale për të krijuar institucionet. Zoti Goci, në deklarimet e dyja palëve, ka vullnet, ka zëll, do të vazhdojnë takimet, o përmenden edhe zgjedhjet. Ajo çfarë më duk interesant, mua është që nuk do të ketë marrëveshje që deformon rezultatin e zgjedhjeve ose e zëvendëson atë, por çfarë i bie në qoftë se partia e tretë merr postin e presidentit të Republikës, merr hisën në qeveri, sepse zoti Abdixhiku tha që nuk kanë asnjë interes për të marrë postin e kryetarit të kuvendit. Po, kjo është orare. Fillimisht ne nuk e dimë nëse i kanë fare 18 mandate. Prandaj pretendosh me 10-12 mandate postin e presidentit, bashkëqeverisje, është mbi përfaqësim, po desha të analizoj dytë. Po. Ajo që ishte përbashkët edhe zoti Kurti, edhe zoti Abdixhiku thanë që nuk ka marrëveshje politike. Jo. S'paku nuk të qartë. Kjo ishte konstatim unik. E dyta, zoti Kurti e bëri qartë që kandidati presidencial duhet jetë apartijak. Po të shkonte edhe një hap më tutje, mendoj se do të hapte mundësinë e zgjidhjes së problemit, cili do të ishte ai hap. Nuk e tha kush do ta propozonte. Kush do t'i propozonte ata dy kandidat. Nëse do ta bënte zoti Kurti vetëm edhe një hap, do thotë po, opozita le t'i propozojë 5-6 kandidat apartijak, ne do t'i votojmë, do t'i nxjerrim dy në votim, mendoj që kjo, por kjo nuk kupton unifikim të opozitës. Kjo nuk kupton unifikim të opozitës. Pra, sepse LDK-ja nuk mund ta zgjidhë
Nuk ka vota për ta zgjedhur presidentin. As PD-ja nuk ka, sepse thjesht është ndarë në dy. Mund ta vetëm nëse unifikohen. E qartë, po e tha zoti Abdi Gjiku, tek çështja e presidentit konsensuali. Aty ku LDK-ja nuk ndihet të përfaqësuar nuk ka votë. Që e bie që LDK-ja nuk është për një president konsensual në bazë të këtyre deklarimeve që u thanë. Po kjo nuk e përjashton, kjo nuk e përjashton mundësinë. Kjo nuk e përjashton mundësinë sepse një opozitë unifikuar nuk do të thotë që gjithë deputetët e 3 partive opozitare të merren vesh. Mjaftojnë 18, 20. Dhe nëse shumica në PDK, në një pjesë e deputetëve të LDK-s, dhe AK-s nëse plotësohet ai kushti i tyre, sidomos për gazin amerikan, unë nuk përjashtoj mundësinë që mund të bëhet, por kjo nuk mund bëhet nëse opozita si thuhet, kusht është që opozita ta propozojë. E qartë, në bazë deklarimeve të zotit Kurti dhe zotit Abdi Gjiku, a pat optimizëm që mund të ketë diçka konkrete? Unë e pash pak më ndryshe. E pash, kam përshtypjet që thjesht as që kanë biseduar gjatë rreth çështjes, ata thjesht e dinë që nuk vetëvendosja, zoti Kurti e ka qartë që me vetëvendosje nuk mund ta zgjedhë presidentin. Kjo është evidente. Aja din këte. E din që e ka shumë qartë. Në paraqitjen është përpjekje e dy palëve, do të thotë, për të kriju narrativën para opinionit, që ne jemi duke u përpjekur për të mos dërguar vendin në zgjedhje, ndërkohë që vetë thonë që nuk ka marrëveshje politike dhe nuk e përjashtojnë dërgimin e shkuarit në Kosovës në zgjedhje tjera. Marrë në tërësi e parë si përpjekje, ma shumë si krimi një narrative për të dërguar mesazhin të opinionit që ne jemi duke bërë përpjekje. Por po them, zoti Kurti e di shumë mirë që zoti Abdi Gjiku nuk e disponon 18 mandate, këtë e dinë edhe zoti Abdi Gjiku, prandaj me lidhjen demokratike të Kosovës, zoti Kurti nuk mund të zgjidhë problemin. E tha zoti Kurti edhe në paraqitjen para media dhe qytetarëve, e gjyti topin edhe të aleonca dhe të Partia Demokratike, sepse ka qenë në takim sot me Abdi Gjikun, për megjithatë të tha që ato dy parti janë vetë përjashtu, sepse me Partinë Demokratike mund të arrijë marrëveshje, sepse janë numrat e mjaftueshëm për të zgjedhur presidentin. Ndërsa me Lidhjen Demokratike edhe janë vetëm 18 deputet, për edhe të pamjaftueshëm votat për me u zgjedh presidenti i vendit. Jo, nëse janë 18 LDK-s, nëse janë 18 pakot LDK-s, Sadik, nëse janë 18 pakot LDK-s me 57 që ka 53 62 i ka sot me partnerët e pakicave jo serbe dhe 18 të Lidhjes Demokratike janë 80 fiks. Sheqa, e ka thonë zoti Kurti edhe pas zgjedhjeve të dhjetorit, atëherë ka pas 57 deputet. E ka thënë që mu më vynë më shumë se sot 80 vota në kuvendin e Kosovës përmes me dështu. Dhe ka thonë vynë 84-85 vota. Dhe me Lidhjen Demokratike, edhe me deputetet e minoriteteve, që ne nuk e dim edhe tash a do të votojnë të gjithë, sepse i dim 1, 2 ose 3 që nuk do të votojnë këtë qeverisë, nuk do të votojnë koalicionin. Prandaj janë të pasigurt edhe 18 vota dhe po të ishin të sakta, por ne e dim që 6 ose 7 vota të Lidhjes Demokratike nuk e mbështesin asnjë nënshkrim të kryetarit të tyre, pra të Abdi Gjikut. Prandaj zoti Kurti i shes si partner të mirë, të nevojshëm për qeveri, por jo serioz dhe jo të gatshëm me numra të saktë. Pse duhet me i marrë në qeveri kur i ka numrat për me bo qeverin dhe dikë i cili nuk ja mundësën me zhjetë presidentin? Zoti Kurti e tha që nëse nuk do të kemi një marrëveshje, atëherë ne me datën 6 do të konstituojmë kuvende. Ndërsa LDK-ja ditë më parë ka thënë që ne do të bëjmë një marrëveshje demokratik për me bo balans pushteteve, që bie që me pas hise edhe në kuvend, edhe pse i takon si nën kryetor, edhe në qeveri me ministra dhe presidentin sigurisht. Po, por zoti Abdi Gjiku e tha pak minuta më përpara. Tash zoti Abdi Gjiku procedohet pas nesër me konstituimin e kuvendit, sepse LDK nuk ka asnjë interes për këtë. Po lëvizja vetëvendosje nuk e ka asnjë arsye me marrë Lidhjen Demokratike me fut në qeveri,
po pos nevoj për votat e saj, sepse sam nuk i vynë votat e saj. Dhe kur nuk i ka votat e mjaftueshme për ta zgjedhur presidentin, atëri bie që se merr as në qeveri dhe krijohet kuvendi, zgjedhet kryetari i kuvendit me 6, zgjedhet ndoshta qeveria se pret 15 ditë po zgjedhet ç'është me datën shtohet. Nominohet zoti Kurti për kryeministër e Një gjë e mirë që është bërë në këtë periudhë ku ishte gjithë kjo zhagitje e madhe, që afatet kushtetuese janë sqaruar. Tashmë dim kur, si, tek, por çfarë do të ndodhë këtë nuk e dim. Gojnovci, deklarimet e zotit Abdigjiko. Po zoti Abdigjiko është bërë, si më thonë, një mjeshtër i komunikimit publik për të mos thënë asgjë, madje në fjalinë e parë të tij ishte mjaft i sinqert, domosdoshmë si fjali ishte pak e çuditshme, thamë lejoni të mos jem krejt i saktë. Do të thonë lejoni t'ju gënjej, apo. Dhe mbase ka dashur thotë që mos jem krejt transparent që ka ndodhur në takim. Ajo çfarë ka dashur të thotë është diçka tjetër, ajo çfarë tha unë e kuptova. Do të thonë unë nuk marr përsipër të nënkuptoj, marr përsipër të kuptoj çka po thotë. Dhe zoti Abdigjiko natyrisht ata minuta i shpenzoi duke treguar që ka një disponim, megjithatë zoti Abdigjiko nuk ishte krejtësisht i qartë në ato që tha. Sepse nuk është fuqi plot për të marrë përsipër mbi supet e tij një marrëveshje. E vetmja marrëveshje, cila mund të jetë pranuar nga 18 numrat e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Kuvend me lëvizje vendosje është ajo e cila do të ishte vërtet thyrje e parimeve të zgjedhjeve demokratike, sepse kjo do të nënkuptonte, po sqaroj pak, do të nënkuptonte që Lidhja Demokratike e Kosovës të merrte hise më tepër, shumë më tepër nga ajo se çfarë ka fituar në zgjedhje. Dhe ky pretendimi i Lidhjes Demokratike, sepse përndryshe Abdigjiko s'mund t'i thotë 17 kolegëve të tij të tjerë që kjo ishte një marrëveshje mirë, nëse nuk do ta marrin presidentin, nëse nuk do të marrin hise të konsiderueshme në qeveri. Dhe duhet kemi edhe një element tjetër parasysh, të cilin zoti Abdigjiko do ta sheh si sukses, thotë që ne e quam vendin e zgjedhje, fituam 3 deputet më tepër se që kishim, morëm presidentin dhe morëm edhe hisën e qeverisë dhe kjo do të ishte ajo formula triumfaliste e zotit Abdigjiko me të cilin do të operante brenda Lidhjes Demokratike dhe pak a shumë bashkë me partnerin e tij, zotin Lutfi Azirit, të cilin unë e konsideroj që ai i fik zjarrin brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, do të akomodonin këtë marrëveshje e cila natyrisht do të sillte të mira edhe për të pakënaqurit aty, sepse do të rehabilitoheshin në propozita shtetërore të rëndësishme. Prandaj, kur e merr gjithë këtë pako edhe e shkoqit, ka një mundësi për marrëveshje dhe kjo mundësi për marrëveshje është vetëm nëse Lidhja Demokratike e Kosovës do të jetë të stërkënaqur. A është zoti Kurti gati që elektoratit të vetë i thotë u dash që japim këtë marrëveshje Lidhjes Demokratike të Kosovës? Unë nuk besoj dhe dyshoj shumë që zoti Kurti mund ta bëjë një hap të tillë, sot i jep Lidhjes Demokratike të Kosovës presidentin, t'i jep pozicione të mëdha dhe të shumta në qeveri, dhe të shkoj pastaj te elektorati i tij dhe të thotë ishte kjo çfarë u dash të bëjë. Zoti Goci, a është mbase e mundur që i vetmi opsion ku LDK-ja do t'i ketë 18 nënshkrime është që dikush nga LDK propozohet për president të Republikës? Jo dhe kjo. Nëse lexohet me kujdes ose në tekst e fjala e zotit Abdigjiko, nuk e përjashtoj mundësinë, do sove të shpekulimi imi, që të ketë llogaritur kështu, të pakënaqurit, me që kërkon bashkëqeverisje. Ti propozoj si ministra ose pozicione, në vend tyre të vinë nga lista tjerë cilët i binden, sepse qeveria përpara formohet, do thotë. Dhe tentoj që në këtë mënyrë të unifikojnë 18 mandate, por unë mendoj që kjo është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë për një fakt shumë të thjeshtë. Bashkëqeverisja po përsëris në një qeveri ku partia e parë ka 62 ose 3 mandate është problematike. Është problematike sepse ti je i marginalizuar. Dhe ti LDK-ja mund të largohet nga qeveri çdo çast. Në çastin që zgjedhet presidenti, zoti Kurti mund t'i largojë gjithë ministrët e Lidhjes Demokratike të Kosovës pa asnjë pasojë. Qeveria nuk bie se mbeten gjatë 2 mandate. Prandaj
nëse kjo është llogaria, nuk mendoj që do të kaloj. Edhe pajtohem gjithashtu që më është kërkesë pak ekstreme, do të thotë që LDK me 17% apo kërkoj presidentin, bashkëqeverisje, që nuk është... Zoti Kurti, kjo është një garanci politike, nuk është proporcionale. Sepse nëse nuk jepet presidenti, dhe është veç pjesëmarrëse në qeveri, atëherë nëse Zoti Kurti e zgjedh dhe presidentin nga lëvizjeve të vendosje, ata ministra i largon kur të Bashkimi tha presidenti I LDK-s, jo nga vetë vendosja. Po, presidenti i LDK-s nëse vjen nga ajo listë deputetëve, sepse LDK-ja veç dikon që është nga lista e deputetëve, mund të jetë edhe jashtë listës deputetëve, nuk ka përndryshe që ta deputet kësaj legislature nga Lidhja Demokratike nuk do ta votojnë asnjë marrëveshje te koalicionit në mes zotit Abdixhiku dhe zotit Kurti. Edhe ne të gjithë e dim që disa, ose përmendim edhe me emra, zoti Hoti, jam I sigurt që dora ti nuk shten fletë të votimit në Absolutisht pajtohem, po unë thash që mendoj që është duke tentu ti josh pikërisht fatnashurit. Po mbase mund të jetë edhe tjetra, që zoti Abdixhiku të propozohet për president dhe këta të pakënaqurit të morën partinë. Po pra, zoti Abdixhiku nëse bëhet për president me automatizëm largohet nga partia sepse s'mund të marrë pozitë. Zoti Abdixhiku president nuk mund bëhet pa votat të tyre. Po ideja është që këta mund ta votojnë që ta largojnë edhe nga kreu I partisë me që iniciuan një proces të tillë. Teoretikisht është e mundur, po. Kjo është e mundur, por kjo nuk do të ndodhë, sepse këta sigurisht që do të votojnë fort. Sepse këta një luftë politike e kanë me zotin, me kryetarin e vet. Kjo është hera e dytë që del para kuvendit, para delegatëve të Lidhjes Demokratike, fuqia e zotit Abdixhiku. Po dhe ai me të drejtën e tij më të madhe, në cilët si triumfalist sepse dy herë mbjetoi. Vërtet është, por tani ai ka nevojë për votat e këtyre që I ka mund në kuvendin e përgjithshëm të LDK-s, ka nevojë për votat e tyre në kuvendin e Kosovës. Nëse votojnë zotin Abdixhiku, një votues mund të flet për demagogji të udhëheqjes së LDK-s. Do të thotë e kritikojnë, dëshirojnë të arzojnë si kryetar, ndërka që votojnë president vendit. Është absurde, është nonsens dhe mund të agodas keq LDK-n. Mendoj që në çdo rrethon, në çdo variant LDK-ja nuk është partneri që mund të kontribuojnë në zgjidhjen e problemit. Vetëm ka edhe një element zoti Koci nëse përfundova dhe nuk po të ndërhyj. Lidhja Demokratike e Kosovës megjithatë është subjekt politik I cili e din që e kërcënojnë zgjedhjet e ardhshme më shumë se asnjë subjekt tjetër politik. Për shkak të terrenit të brendshëm dhe gjendjen tashme që sheko. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka asnjë siguri dhe garancion që të shkojnë në zgjedhje dhe të dalë mirë. Unë dyshoj që nëse zgjedhjet do të marrin diku ka mesi muajit nëntor, simas kalendarit I cili ne përcakton kushtetuta. Lidhja Demokratike e Kosovës hina që lënduar së që rrezikon seriozisht të jetë në 90% ndoshta. Padashtë të bëj prognozën tani, por se situata është jashtëzakonisht e lënduar aty dhe e domshme. Ka një element I cili mund ta shtyj, por këtë nuk e ofron zoti Kurti sepse ai e bëri të qartë. Posti I presidentit nuk do të jetë post politik. Është një reagim me që po flasim për këtë presidentit. Deputetja Janina Imeri pasi ka përfunduar takimi ka bërë një postim në Facebook. Ju thojsha me një emoji që tregon që ishte gjithë kjo një si lloj farse kështu. Ai emoji këtë përfaqëson. Zonja Imeri dhe disa deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por e papërjashtuara dhe televizëve ose ndonjë aty këto, nuk po I kontribuojnë situatës. Dhe për mua secili deputet që sot nuk I kontribuon situatës për të gjetë zgjidhje për krimin e institucioneve, sepse po e vuajmë të gjithë. Këta janë politikanë të cilët në fund të ditës nuk vuajnë asnjë si qytetar të Republikës së Kosovës, ne po I vuajmë të gjithë pasojat e ngërçit politik, tash 2 vjet pothuajse, 1 vjet e gjysmë më tepër. Dhe këto lloj shpërfaqjesh, sarkazmash, e ku ta diun e talljesh me situatat nuk I bëjnë mirë as Lidhjes Demokratike, as proceset e asaj vetvetiu, sepse edhe në zgjedhjet e nesërme kur zoti Abdixhiku do të jetë kryetar, ndoshta mund ta akmerret, sepse zoti Abdixhiku edhe është treguar
jo në pak raste i tillë, ndaj zonës së merë dhe ajo mos jetë as fare pjesë e listës. Dhe pastaj çfarë? Ne nuk guxojmë të lëshohemi në këse lloj komunikimesh bizare, të cilat e lëndojnë proceset. Çka ka bizare këtu zoti Gojnoci kur e shpreh mendimin e vet një deputet e zgjedhur në Kuvendin e Kosovës? Është bizare nëse lëndon procesin. Bizariteti është në lëndimin e procesit. Po për nga gjykimin e saj dikush tjetër po e lëndon procesin. Është gjykim i një deputete e cila duhet të kontribonte a procesit nëse dëshiron. Çka komi kontribuar? Të përfaqësoj kryetari i një subjekti, vetëm ta përfundoj tani pastaj flasim sa dush. Kryetarin e partisë e kanë në takim. Dhe tani kjo nuk është bizaritet kur ende pa përfunduar mirë takimi e del me duartrokitjet e tilla, a ju thësha kishte son po e di dhe unë po e mbaj kurorën të vërtetës këtu. Shiko. Po, koha i dëshmon pastaj se ku e siç është e tek sepse ka shumë reagime të eksponentëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës në këtë momente. Po prandaj Lidhja Demokratike e Kosovës nuk mund të llogarisë në 18 numrat e saj, prandaj nëse kjo është e vërteta, atëherë bie që zoti Abdigjiku, zonja Osmani dhe zoti Lutfi Aziri sot kanë luajtur hipokretet duke shkuar në takim. Mos shko fare në takim, thuaj unë, nuk kam fuqi për të vendosur për 18 emrat dhe kaq përfundon. Shkojmë në zgjedhje dhe dihet pse po shkojmë. Zëqiri, ka goxha reagimet e eksponentëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, po lexoj edhe zoti Florian Dushi e plot të tjerë që po shkruajnë, sikur nuk kanë pritur që mund të ketë një konkretizim. Bashkim, kjo është ditë që ky rezultat, këto bisedime nuk do të sjellin asnjë rezultat. Dhe kur e dinë të gjithë që sa do shkon bisedime dhe nuk ke fuqi politike për të vendosur për 18 deputetu, është më mirë që këta fare të mos shkojnë në takim me zotin Kurti, ashtu që nuk ka shkuar edhe zoti Gjini dhe zoti Bedri Homza. Po pse mos shkon takim se diçka s'po kuptohet. Zoti Abdigjiku tha që kanë vullnet të madh. Vullneti është edhe imja dhe yti. Është vullnet personal. Kriju institucionet e vendit. Po unë edhe ti nuk e kem pikën e fuqisë politike, as kemi vot, as kur gjo për me ndiku që mu kriju institucionet e vendit. Prandaj, ku s'ke fuqi, zot me marë pjesë fore. Dhe është ditë, dhe zoti Kurti e tha, e përmeni edhe Partinë Demokratike, edhe Aleoncën, votat aty në 2 subjekte politike, po të bënd të zoti Kurti të kishim edhe institucione. Me që ato kanë zgjedhë që të jenë subjekte politike opozitore në Kuvendin e Kosovës dhe unë mendoj që kanë bërë mirë, që kanë vendosur që të jenë subjekte opozitore brenda Kuvendit të Kosovës. Lidhja Demokratike na ka qenë zgjedhë edhe pas shkurtit 2025, na ka qenë zgjedhë edhe pas dhjetorit 2025 dhe sigurisht duke na çu tash edhe në zgjedhje sepse herën e parë s'ka pranuar të bisedoj fare me lëvizjen vetëvendosje, njëkohësisht s'ka pranuar të jetë as pjesë e partive opozitore. Herën e dytë nuk është bisedu fare me to sepse s'ka pas numra të mjaftueshëm dhe zoti Kurti e ka thonë disa herë që me juve s'mo i bëj këta numra, ka marru kjo punë, tash është vetë afru dhe thot ne po fillojmë prapë bisedimet sepse jemi për krim institucione dhe nuk ja pas një garanci që ka 18 numra. Kur nuk i ke numrat, mos shkon në bisedime. Dëgjoj zërin e anëtarëve tu, e delegatëve tu, 152 delegat kanë qenë me shkarku zotin Abdigjiku. Dhe nga ta 152 delegat i kemi 8, 9 ose 10 deputet që janë në Kuvendin e Kosovës, të cilët asnjë marrëveshje të kryetorit të vet nuk e nënshkruajnë. Prandaj nuk e votojnë. Prandaj është mirë që ky është dashur të dëgjoj zërin e delegatëve vet, e 152 delegatëve vet. Dhe është dashur edhe ky e din situatën si e ka brenda partisë. Po, veç ky ka dhënë një përgjigje atyre që kanë thënë që nuk do të votojnë. Ka thënë që do t'i bëj publik ata të cilët nuk votojnë. Po ne i dim të gjithë. Dhe pastaj të gjykon popullin. Ne i dim të gjithë dhe sigurisht që votuesit e LDK-s më shumë do t'i votojnë çata deputet, të cilët nuk e nënshkruajnë marrëveshjen mes LDK-s dhe vetëvendosjes se sa të tjerë. Po, por deklarimi i zotit Abdigjiku që ata deputet të cilët nuk votojnë këtë rast presidentin ose kryimin e institucioneve do të bëhen publik dhe pastaj do të gjykohen nga votuesi. Çfarë thotë kjo? Zoti Abdigjiku nëse ka mision me shkatru lidhjen demokratike, nëse vendi shkon në zgjedhje, atë mund t'i largoj. Të paknoqërit, mund t'i largoj nga partia dhe nga listat. T'i largoj, sepse ka struktura partijave që vendosin. Mund t'i largoj nga listat, mund të mos i fos në lista për deputet, e me pas do të zvoglohet lidhja demokratike. Përndryshe nëse këta në lista, këta luftojnë për votën e vetë, dhe duke i sjellë votë vetit i sjellin edhe lidhjes demokratike, ndërsa mund të ndëshkojnë
të parin e partisë ose borcën e listës me votë, sepse Lidha Demokratike, ai grupi të paknoqe nuk do ta votojnë numrin e ose numrin 2 si do të jenë të radhitur për deputet. Zoti Goci, kjo çështje e zotit Abdigjiku në raport edhe me, po them kushtimisht me të pakënaqurit me atë çfarë zoti Abdigjiku përfason udhëheq dhe çfarë bën me Lidhjen Demokratike të Kosovës se do t'i bëj publik emrat atyre që nuk e votojnë të rast presidentin. Çfarë është kjo? Shiqo, fillimisht më duhet të them që zoti Abdigjiku do të kishte bërë më mirë të ishte takuar me pjesën tjetër që e ka votu kundër, kam fjalën për deputetet, para këtij takimi. Dhe ta di në sa mandate mund të llogarit. Kjo do të ishte më sinqert. Edhe në raport me zotin Kurti do të ishte më sinqert. Ti thot nuk kam më shumë se 12 mandate ka zënë. Ky është numri mandateve që i disponoj. Por të shkosh tu të improvizosh. Kjo është improvizim. Ose përpjekje që me çdo kusht para tjetër, e cila humbi në kuvendin e LDK-s të fajsohet për diçka për çka nuk mban përgjegjësi. Nuk është përgjegjësi atyre. Është e drejtë atyre të thonë çfarë duan. Janë deputet, është drejtë dhe reagimet kaq të shpejta dhe kaq të shumta të tyre me njëherë flasin shumë për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe unë nuk përjashtoj pavarësisht. Dhe janë kryesisht reagimet të këtij krahut që iniciuan kuvendin për shkarkimin e zotit Abdigjiku. Po kjo tregon që do të thotë ajo përçarje ende ka mbetur në ato pozicione, nuk ka lëvizur asgjë dhe po përsëris më mirë, më produktive do të ishte takuar me ta, të provonte, të kishte provuar të bëjë diçka me ta, se sa të shkohet në takim me zotin Kurti, pa pasur, pa e ditur se sa mandate i disponon. Kjo më duket jo korrekte, edhe më duket farsë. Duket farsë. Tentim për t'i tregu opinionin që unë jam duke bërë përpjekje, por jashtë unë kam 7-8... Mos ta harrojmë edhe një diçka tjetër. Mbi të gjitha, zoti Kurti ka thënë që nuk më mjaftojnë 80 vota për presidentin. Edhe kjo, por... Sepse me LDK-n bëjnë fiks 80, nëse do të votonin gjithë thjesht, është fjala. Tani, kjo... Dhe dit mund të mungoj vetëm një. Zotë Kurti e ka thënë aty, por në momentin që do të kuptoj që i ka 80 mandate, nuk besoj që do të kërkoj 84, sepse nuk është problem të shkohet nga Istoku, Prishtina, peja në parlament ditën kur votohet presidentit. Mendoj që ishte llogari tjetër ajo. Momentin që do t'i ketë 80 vota, mendoj që asë du t'a përmend, të pashin asë 83. Nuk është problemi aty, problemi është që momentalisht problemi është që vetëvendosja me asnjërin nga partit nuk mund të zgjedhë presidentin. Për shkaqe objektive. Nuk janë vota. PDK-ja është ndarë në dysh në kuptimin se jo ndarë në raport me vetëvendosjen. Fakti zoti Koci, fakti është që nuk janë votat. Nuk janë me këtë kombinim dhe mbahet një takim që zgjat më shumë se 3 orë, e gjithë Kosova pret se çfarë po ndodh, gjithë studiot televizive sy e vesh nga ky takim se çfarë po ndodh, gjithë opinioni publik dhe gjithë kjo farsë tentim i krijimit narrative që ne po bëjmë përpjekje, por ja që nuk e zhveshën këto vetë. Për ndryshe, nëse, më fal, më leja, nëse do të kishte tentim sinqert, mendoj që do duhet të insistohet që takimi të jetë i përbashkët, i të gjithëve. Ende nuk është vonë që të ftohet edhe PDK-ja, edhe AAK-ja, dhe ati takimi t'i parapri një takim i opozitës. Një takim i opozitës ku ata do të krijonin një platformë, do të bënin një platformë se çfarë duan. Vetëm ashtu mund të bëjë, sepse në atë variant do t'ishin jo 80 vota, do t'ishin 90 vota, 95. Nuk do t'ishte rëndësishme aty pastaj do të votojnë 7-8 LDK-s ose jo. Pa një takim, mendoj që pa një takim paraprak, unifikus. Vete, zoti Gojnovci. Po, deshta fare shkurt, kur unë e quajta bizaritete, po ta fjalën pikërisht te fakti që pse u dash ka pritur takimin dhe t'i prishet zotit Abdigjiku, zonjës Osmani dhe zotit Haziri këtë takim, dhe t'i mbetet një njoll në derë Lidhjes Demokratike të Kosovës, pikërisht nga njerëzit e saj. Prit, një sekond. Ta thjeshtsojmë. Në qoftë se unë ju kam kritikuar juve dhe ju kam thënë, mos bëni kështu sepse do të përfundoni kështu, absolutisht është drejta imja që ta bëj më vonë një pusim dhe të kam thënë që kështu do të jetë. Një sekond.
Çfarë isha duke thënë unë është diçka tjetër. Gjithmonë ka një të pakënaqur. Në lëvizje vendosje që ka numër të madh deputetësh mund të ketë edhe më shumë të pakënaqur për një marrëveshje potenciale me Lidhjen Demokratike. Edhe më tepër mund të jenë ata që nuk duan të bëjnë ta zëm një koalicion potencial me partitë e tjera. Po këtu është një dallim, vendosja ka një homogenitet. Vetëm një sekond. Këta deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës që sot po reagojnë, ka qenë dashur nëse jo Abdigjiku si ka thirrur siç thotë zoti Koci me të drejtë, dhe të merr mendimin e tyre dhe të tregojë cila do të jetë çësia e Lidhjes Demokratike në këtë takim, çfarë do të kërkojnë dhe cila është kërkesa maksimale dhe cila është ajo minimalja në të cilën Lëvizja Demokratike e Kosovës nuk do të pranoj, dhe në fund të thonin barazimi i kësaj është ne do të shkojmë në zgjedhje, a jemi gati për këtë punë? Dhe kush e merr përsipër dëmin që mund të ketë Lidhja Demokratike, sepse unë jemi bindur që do të dalë jashtëzakonisht keq me këta zëra kundërshtuese. Dhe sikur këta deputetët 5, 6, 10 sa mund të jenë të Lidhjes Demokratike të Kosovës të thirrnin zotin Abdigjiku dhe që ai s'po i thret, dhe t'i thonin shiko, nuk e ke miratimin tonë për të bërë marrëveshje. Ndoshta i kanë thonë zoti Gojnovc. Duhet ta thonë publikisht. Dhe mos shkon në takim. Dhe nëse ai nuk i dëgjon, le të dalim me një komunikat dhe të thonë ne nuk jemi për këtë takim. Megjithatë mos harroni diçka. Zoti Abdigjiku sado që fitoi me vota të ngushta, ai fitoi, është kryetar. Mund të jesh kryetar shteti me një votë më tepër, lemo kryetar partie. Kjo pjesë e qartë. Prandaj unë mendoj që është minimi vetë Lidhjes Demokratike, minimi i procesit dhe është e padobishme, në fund të ditës është e padobishme për ndërtimin e institucionit të vendit. Dhe këtu është halli jam pse ndërhyjet në mes të operacionit për ta larguar nga ky operacion mjekun i cili është i nevojshëm aty. Dhe ai që është i nevojshëm për ta bërë në marrëveshje këtu është zoti Abdigjiku dhe dikush nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Po, ne në studio këtu, përkatësisht ju zoti Kloci dhe zoti Zeqiri, ngritet dyshimet e juja, hamendësimet e juja nëse ai ka shku me 18 vota në këtë takim. Ja, nuk ka shku. Dhe atëherë, si ka mundësi që ky tjetri po e prish operacionin kur ne vetë po ngrem dyshimin nëse ka shku edhe në emër të tij të flas. Ne ngrem dyshimin, po ai ka të drejtën si kryetar ti përfaqësoj, ndërsa deputetët do duhet të ishin më të matur që ta dëmtojnë përfaqësimin e tij. Kjo është gjatë thjesht, nuk e di pse po e zgjerojmë kaq tepër. Pra nëse disa nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk kanë interes që të ketë marrëveshje, këtë në rregull është ajo punë, vetëm se duhet ta thonë dhe jo kështu të gjuajnë nga këndi, sepse po e dëmtojnë edhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, po mbi të gjitha për mua, si qytetar. Sulmet për këtë qeverisje i ndërtimit të institucionit në sektor të ndryshëm janë duke e bërë qita deputet të cilët janë kundërshtues edhe ndaj zotit Abdigjiku. Dhe këta deputet nuk votojnë asnjë marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje. Po flas deputetët e kësaj legjislature që do të japin betimin ditën e hajt. Mos u bë kaq i sigurt Sadik. Kështu që unë po flas me burime, me takime, me të cilët unë një, edhe ti një, dhe ata në deklaruar edhe publikisht. Dhe shiqosh ka të zonja Imeri, dhe sigurisht që kanë postu në Facebookat e tyre edhe të tjere, reagimet e tyre dhe ato që kanë mendu që do të del nga këtë takim. Prandaj ata sigurisht që kanë të drejtë, edhe pse partia politike duhet të jetë unike në këtë rast, Lidhja Demokratike sigurisht OK-ja, sigurisht PDK-ja, ose sigurisht vetëvendosja. Po megjithatë këta një grup i tyre po deklarohen që janë të pagatshëm me bo marrëveshje politike me vetëvendosin, sepse gjatë një qeverisje që kanë posë përbashkë, një bashkë qeverisje, dikush nga ta është djeg, është shkarku dikush në 12 natës. Prandaj nuk i beson më bashkë qeverisjes me lëvizjen vetëvendosje dhe sigurisht që kanë të drejtë. Prandaj ta sigurisht që edhe kryetarit vet i kanë thënë që ne nuk jemi të gatshëm të bëjmë marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje. Në rregull është, ti demantoj ato, po votat në kuvendin e Kosovës do dolin ashtu që është po mendoj. Zoti Zemaj, zoti Gashi, zonja Imeri, zonja Bajrami, zoti Hoti, mbase ka edhe të tjerë që janë deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka qenë ky grupi që ka inicu kuvendin e jashtëzakonshëm për shkarkimin e zotit Abdigjiku. Dhe ka shumë gjas që kjo që thot zoti Sadiku që ata edhe mbase mund t'i ketë thënë që në emrin ton
nuk bën bësh një marrëveshje të tillë. Mund t'i këtë thëmë, por duhet të bëhet publike dhe Zoti Avdigjiku nëse ka marrë. Zoti Avdigjiku s'mundet këtë punë të shtëpisë mi qitë media dhe në opinion. Jo mundet. Zoti Avdigjiku e din fuqinë e vetë politike dhe rezultati i fuqisë vetë politike është mos rezultati që ka dalë sot nga bisedimet mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike. Zoti Avdigjiku nëse ka marrë një të tillë konfirmim nga kolegët e tij refuzues që kot shkon në takim se ne nuk të mbështesim, ka që ndashtë, dhe nëse se thot ta anulojmë të takimin. Është shumë më mirë, sepse është e vërteta ajo. Nëse është e vërteta, se sa të shkohet në takim dhe të mashtrojnë një Kosovë, e cila priste nga sonte ta kemi një dritë të gjelbërt në fund të tunelit atje që ne po bëjmë një marrëveshje. Është më mirë ta gënjesh vetveten apo ta gënjesh një popull tonë. Unë po lipi jo politik të lartë dhe maskim nga hipokrizia. Nëse Zoti Avdigjiku ka shku në takim duke pas këtë të ditur, ka bërë hipokrizi politike dhe qytetare. Nëse këta që sot po e kundërshtojnë më njëherë mas takimit, nuk kanë pas një dakordans të tillë dhe nuk ja kanë thënë Zotit Avdigjiku që mos shkon emrin ton, edhe këta po bëjnë hipokrizi, sepse po e minojnë procesin në gjysmë të rrugës. Zoti Avdigjiku, dhe dallon, prit edhe një sekond. Dallon qasja, po e thu me Partinë Demokratike dhe Aleancën. Dallon qasje dy këtyre subjekteve politike. Ato nuk kanë shkuar në takim se ishin bashkë Partia Demokratike. Ato s'deshtën të jenë pjesë e procesit. Jo pse kishin divergjenca brenda, të paktën jo publikisht. Njëjtë edhe Aleanca për ardhurimin e Kosovës bëri 6 kërkesa me 7 kërkesa në 6 pika dhe kjo ishte shumë e qartë. Në ndërkohën e Lidhjes Demokratike të Kosovës kishim Kuvend, i cili për 20 e sa ditë la pa u zhvillu bisedat për krimin e institucioneve. Tani kur u konfirmua Zoti Avdigjiku, ne kemi dikë që prap del thotë, jo, ai Kuvendi i tij është zgjedhur kryetar, po ti s'je asgjë. Më falni. Zoti Avdigjiku sigurisht ka kërku postën e presidentit vendit dhe beson që një kandidaturë e dorë nga Lidhja Demokratike mund të merr besimin edhe të deputetëve të saj. Dhe ato sigurisht që nuk ja ka ofruar Zoti Kurdi. Prandaj unë nuk më talojmë fajtor krejt Zotin Avdigjiku. Ai ka shku në bisedime për të nxjerrë më të mirën të mundshme për partinë e vet dhe për Kosovën sigurisht. Por sigurisht që Zoti Kurdi nuk i pranon kandidatin. S'ka përfunduar të takimi pse po ka reagime. Takimi do të ketë prapë. Po të njëjtën do të ketë kryetar të Kuvendit të propozuar nga lëvizja vetëvendosur. Ka reagime edhe te grupi të Avdigjikut. Për shembull është Zoti Berat Rukiqi që njihet si është i afërt me Zotin Avdigjiku që po thotë që pa i dihet që është Avdigjiku. Po, e ka bërë një reagim, tash po thotë që lajmi i mirë, gjithë kësaj çfarë po diskutohet gjithandej është që do të ketë takime dhe do të bëjmë gjithçka për të evituar. Kjo është hajgore, mirë është më deklaru që s'kemi fuqi politike, s'mund të bëjmë marrëveshje me ty, nëse na merr në qeveri veç disa deputet merrnë, për ndryshe vot për presidentin nuk ka. 80 vota nuk do të jenë në sallë as me 6, as me 7, as me 22 nëntor, që është dita fundit sipas aktgjykimit gjykatës kushtetuese, 60 ditësh për zgjedhjen e presidentit. Janë edhe disa çështje kushtetuese që duhet i trajtojmë me zotin Koci, po para kësaj. Ne po të flasim shumë për Lidhjen Demokratike të Kosovës, po a ka pas në pikpamjen tuaj përpjekje serioze nga vetëvendosja që të ketë një marrëveshje që të krijojë institucionet, grupet e institucionet edhe presidenti? Nëse do të përpjekje serioze e kisha konsideru ta zëm shqyrtimin e kërkesave të AK-s. Aty janë 5-6 kërkesa, nuk do të thotë të pranohen gjitha. Është e pamundur, sepse një subjekt me 7% nuk mund t'ja imponojë një partije të parë programin politik, por e isha konsideru të arsyeshme, produktive që s'pa... Aleanca ka kërkuar zotim, jo marrje... Zotim e kisha konsideru të arsyeshme nëse Zoti Kurti, vetëvendosja, do të bënin zotim për gazin amerikan, për shembull. Sepse thjesht e konsiderojnë një çështje krejtësisht të pakuptimt dhe elementare. Nuk po them që është refuzuar, por ajo çfarë është kërkuar te terminali i Vlorës është vetëm justifikim që në esencë refuzim. Por është çështje shumë e thjeshtë për të zgjidhur. Pse? Gjitha vendet e Ballkanit e kanë pranuar, gjitha vendet e Evropës e kanë pranuar, dhe e dyta nuk është duke u bërë ndrim
zëvendësim i thëngjillit tonë me gazin amerikan. Është kërku që kur nuk kemi prodhim të mjaftueshëm për vete, nuk prodhojmë mjaftueshëm sa na duhet, të shfrytëzohet gazi amerikan vend se blet në vende të fshinja. Mendoj se është kërkesë e arsyeshme, produktive, që do t'i ndihmonte Kosovës shumë në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të mbetesha shumë i habitur, i befasuar dhe shumë i zgënjur, nëse vërtet vetëm Kosova mbetet vendi vetëm në Ballkan dhe në gjithë Evropën pa marrëveshje për gazin amerikan, për gazin e lëvshëm. Pra, kjo kërkesë nuk mendoj që është shumë arsyeshme dhe besoj që kjo do të tregonte mirë kuptim nëse do të pranojë SPAK-u si zotim kjo kërkesë. Nuk e përjashtoj mundësinë që kjo kërkesa tjera edhe do t'i linte për shqyrtim më vonë. Këtë do ta konsideroja angazhim konstruktiv të vetëvendosjes në këtë rast në raport me AK-n dhe njëjtë edhe me PDK-n. Edhe me PDK-n nuk e mbyllur gjitha rrugët. Nuk e mbyllur, po a ngushtohen më shumë rrugët në qoftë se s'ka marrëveshje deri pas nesër dhe konstituohet kuvendi pa një marrëveshje politike me subjektesh, apo rruga hapet më shumë që kemi president të ri, rrjedhimisht të mos kemi zgjedhje. Tu jam shumë i qartë. Zgjidhjet problemit në raportin vetëvendosje partit politike individualisht nuk do të ketë. Nuk ka. Asnjëra parti nuk i ka votat të mjaftueshme. I ka vetëm PDK-ja, por i ka të ndara në dysh. Pra, zgjidhje VV me njëra nga partitë asnjëra nuk ka. Mund të ketë, po shumë e vogël, teorike, gjasër që opozitat unifikohet. Bashkë dalë me një kërkesë 2-3, dhe të thotë zoti Kurti. Që qeveria është e ytja, kryetari i parlamentit është i yti. Na lejo që ne të propozojmë një kandidat, zoti Kurti po thotë apartja. Okej. Na lejo që ne të propozojmë 5-6 kandidatë, zgjedhim 2 prej tyre dhe nxorrim në votim. Sa është konkurs për zoti Kurti? Nuk është konkurs me 5-6 kandidata, zoti Kurti mi morën pyetje mi zgjedh 2. Ka 5-6 për mi votu. Nuk është konkurs puna presidentit. Në qoftë se zoti Kurti ka gatishmëri mes me çu vendin në zgjedhje, nuk i thotë zgjedhje 5-6, po i thotë propozoj 2 kandidat. Dhe nëse do ne mes me çu vendin në zgjedhje, nuk do të më thonë as propozoj jo partiak, as jo politik, as kështu. Propozoj 2 kandidat, një të PDK-s, një të LDK-s. Nëse se këta dëshojnë më marrë vesh, ose të OK-s. Dhe futin në votim dhe votat e vetëvendosjes dhe zgjedhin president. Por gatishmëria mungon kur kërkohet kandidatët të jetë jo partiak. Këtu s'ka gatishmëri atëherë. Dhe këto subjektet politike dëshirojnë që të kenë një kandidat të tyre çmum mëna subjektit politik. Prandaj këtu nuk do të ketë zgjidhje të problemeve. Sepse as PDK nuk e zgjedh një kandidat që është profesor në universitet me thonë, na po mendojmë që ky është kandidat i mirë, a bën që ai thotë jo, bëj një tjetër, ani. Nuk është kjo konkurs. Në bindjen time unë pajtohem i opozitës, po mund të jetë edhe jo partiak. Por nuk di çfarë të keqe ka të propozohen 5-6 kandidatë dhe pastaj 2 të propozoj PDK, 2 AK, 2 LDK dhe pastaj ti mbetet vetëvendosjes, ti votoj njërin nga 2 që i zgjedh. Unë mendoj që ky do të ishte kompromisi. A do të jenë ata partiak apo jo partiak, kjo mbetet çështje marrëveshjes politike të opozitës me vetëvendosjen. Pa do të ketë kandidat konsensual të opozitës? Si? Me që kanë filluar bisedimet mes LDK-s dhe vetëvendosjes. A do të ketë mundësi me pas kandidat të opozitës? Nuk e përjashtoj këtë mundësi. Ja, përjashtoj se nuk do të ketë. Pse? Aleonca ka një kandidat që mundet me e propozu. E ka zotin Haradine. Mos e përjashtoj. Partia Demokratike s'ka fare kandidat, sepse ka thonë ne hiç, s'do të marrim pjesë. Mos harrojmë se 6 kandidatë. Ka thënë do të mbetemi në opozit, po kjo nuk do të thotë që nuk do të marrim pjesë në kandidaturën për mbetja në opozit. Edhe nëse zgjedhesh Zoti Koci, më shumë se 3 kandidat nuk mund të marrin nënshkrime. 4 maksimal. Po, nuk është pjesë serbe. Realisht mundësia është për 4. Ekziston mundësia reale. Por ata do të dalin vetëm 2. Po. Po thash, nëse 2 palët duan të bëjnë kompromis, dhe nëse opozitja dërgon vetëm 2, është forma ultimatumit ajo.
Kur i dërgon 4 ose 6 kandidat, i jep hapësirë më të madhe vetëvendosjes. Po jo ultimatum. Vetëvendosja ka qenë më gjeneroze se sa që po kërkon tani zoti Kurci. Ju ka thënë partive politike, opozitare që po i quajmë tani, sillni 3 emra, 3 kandidat që ju dëshironi. Ne do t'u japim në shkrime që ata të formalizohen si kandidat. Po që atë kohë ka qenë një kandidat i... Jo, e kanë tërheq. Cilin e kanë tërheq? Kanë tërheq edhe të fundit komplet. Se ka tërheq asë. Janë zotuar që do t'i tërheqni. Janë zotuar që do t'i tërheqni. Se një jo, Tërheqja s'ka ndodhur, po zotim ka tërheqja s'ka pas. Ka pas zotim bre? Zotim po. Ka pas zotim, edhe tani mund të ketë kandidat sepse i obligon kushtetuta të ketë kandidat. Edhe me datën 6 nëse s'kemi marrëveshje këta s'kançare për bë kryetar kuvendit dika. Angushtohet pastaj hapësira për marrëveshje patjetër. Megjithatë s'është e pamundur sepse ne kemi pas kryetar kuvendit që janë shkarkuar mas disa ditëve. Ka qenë zoti Isa Mustafa, ka qenë edhe zonja Vjosa Osmani dhe kjo mund të bëhet rakata. Po, bëjmë marrëveshje po. Megjithatë kur ndërtohet edhe ekzekutivi prapë vështirësohet sepse edhe aty duhet lirohen vende pastaj për këto. Zoti Kurti nga vetëvendosja i ka dhënë këtë mundësi dhe ka dhënë zotimin. Nuk jam i sigurt sepse më sa më kujtohet, tani nuk jam i sigurt, po një kandidaturë e vetëvendosjes qëndronte, kandidatura tjetër dhe 2 kandidatura tjera. Kandidatit vetëvendosjes që të zgjedhet. S'ka qenë kështu zotë. Nuk kujtohet që është. E di unë sakt sepse ka qenë atë kohë kandidatura e zotit Glauko Lukca dhe zonjës Mullhoxha Kolçaku dhe ka thënë oferta e fundit ka qenë ne do të tërheqim. Është tërhequr zonja Kolçaku. S'është tërhequr. Zonja Kolçaku ka ardhur ditën e fundit. Dëgjon ditën e fundit. Jo, dëgjon sepse e di saktë. Është vendosur si kandidaturë në ditën e fundit për ta plotësuar nevojën e konkurrencës që parashek kushtetuta. Dhe ka thënë që do t'i tërheqim në aty 2 kandidatët tonë, ne sjellni 3 kandidatë. Nëse unë prapë jam i udhëtar me këtë ide, zoti Kurti duhet e ofroj opozitës këtë. Por, në që zoti Sadiku po thotë, opozita kërkon kandidat partijak. Pse s'ju lejoj ka pra lëvizjes vetëvendosje të ketë kandidat partijak presidencial, po bashkë vetëm opozita të ketë? I lejohet. Shiko, kjo është pastaj ajo loja. I lejohet, por nëse e ngor kandidati vetëvendosjes fiton. Jo pa gorë. Nëse pas 6 mujorit parë të ushtruesit, pasi të skadoj mandati 6 mujor i ushtruesës dhe thyrës, çfarë të bëhet, e kam lexuar, në kushtetutën tonë ka vakum, nuk ka. Sepse zonja Agjiun këtë pozitë aktualisht është me mandat deri me 5 tetor. Po, në kushtetut nuk është definuar nëse kryetari i ri e zëvendëson ose jo, nuk është paraparë. Do thotë parashihet vetëm një mandat 6 mujor dhe aty çdo gjë. Po, kjo është ideja, sepse në qoftë se me 5 tetor përfundon mandati i zonjës Agjiu si ushtruese e detyrës presidentes. Në qoftë se s'ka president ri, lutem Sadik, nëse s'ka president ri deri me 22 nëntor. Kjo periudha 5 tetor, 22 nëntor, kush është president? Pa president. Jam konsultu, sipas kushtetues, ka ndërhyrje gjykatës kushtetuese edhe diçka tjetër, por kushtetuta jon atë çështje nuk e ka definuar. Zoti Koci, në momentin që zgjedhet kryetari i kuvendit, edhe s'ka president, automatikisht për periudhën 6 muaj mund të ushtrojë detyrën e ushtruesit detyrës së presidentit të shtetit. Edhe në rrethonat që jemi ne? Edhe në rrethonat që jemi ne, me datën 6 gusht, në qoftë se zgjedhet zonja Albolina Agjiu prap kryetare e kuvendit, me njerë bot U2 presidentit të vendit për mandatin 6 muaj. Dhe soher dush që ke zgjedhje dhe soher zgjedhet kryetari i kuvendit i zotet mandati nga 6 muaj ushtruesit të detyrës së presidentit. Me kushtetut vendit nuk duhet të mbetet pa president brenda 6 muajsh. Dhe ne si ushtues kemi ne ushtrues detyrës së presidentit. Jemi në situatë komplekse. Kur as tetor 22 dhe në qoftë se 10 vjet do duhet ndërhyrje e dhe në qoftë se 10 vjet do të ketë zgjedhje pas zgjedhje, ka 6 muaj ushtruesit e detyrës së presidentit janë nga kryetari i kuvendit. Jo rastisht e ngrita këtë si çështje si tezë, sepse është përfolur shumë që kjo mund të përdoret për të dërguar si pyetje, çështje lënë në gjykatën kushtetuese dhe të prolongohet çështja dhe zgjedhjet mund të mbahen edhe më vonë. Unë jam konsultuar edhe me disa juristë dhe me anëtar gjykatës kushtetuese të cilët kanë thënë se me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit i vazhdohet mandati për 6 muaj si U2 i presidentit.
kushdo që zgjedhet. 10 vjet me pas zgjedhje, 10 vjet shkon ka 6 muaj. 6 muaj me të drejtë nga kryetari i kuvendit. Ashtu e di edhe sepse për ndryshe ne do të futeshim në një ngarç i cili do të na shkarkonte kuvendin edhe do të na shkarkonte gjithë institucionet. Me njëherë data e ardhes përfundimi 6 muajorit në këtë rast të zonjës Haxhiu dhe ne do të futeshim në situatën kur përveç gjykatës kushtetuese nuk do të kishte kush mundësia të caktonte afatet për zgjedhjet e radhës. Pastaj në këtë gjendje ku jemi ne, kur nuk po gjejmë zgjidhje për presidentin, si do të bëj çështja? Kush do të caktonte mandatarin, kush do të caktonte kushtet për zhvillimin e krejt situatave politike që lindin si pasojë e zgjedhjeve dhe para zgjedhjeve, pra që nga përcaktimi datës e kështu me radhë. Prandaj është krizë që qëndrojnë gjitha, por improvizime në kushtetut nuk mund bëhen. Në kushtetut është, me logikisht po, por në kushtetut është shumë e qartë definuar 6 muaj. 6 muaj. Dhe pastaj është nuk ka shpjegim. Në rastet tilla kush e merr detyrën e presidentit? Nuk ka shpjegim. Në kushtetut. Nuk ka shpjegim. Është një mandat 6 muajor, do thotë që mendoj që do duhet ndërhyrja e gjykatës kushtetuese ta shpjegoj. A mund shtyhet edhe për një 6 muajor tjetër? Deri dhe sa dush, kryetari i kuvendit me kompetenca të plota ushtron detyrën. Nuk figuron, nëse ne fillojmë dhe interpretojmë kushtetutën si duam ne tash jemi bën njës krejt Kosova, njës të kushtetutës. Unë po vlas farsin. Por ajo që është kryetari i kuvendit në kushtetut nuk me një pas zgjedhjes së tij me detyrën e presidentit. Në afatin 6 muajor, e që po shpresojmë që 6 muajor i cili është konsumuar. Çdo herë 6 muaj. I cili konsumohet me 5 tetor. Deri të zgjedhet presidenti. Jo, nuk konsumohet me 5 tetor. Ai fillon nesër, ai fillon me datën 6 dhe i ka 6 muaj. Rregull, do shoh. Dhe ne dëshirojmë që ky të jetë kandidatës e kandidati a fundit që bëhet ushtruese detyrës së presidentit. Sipas Lenit 90 Kushtetutës Kosovës, po thotë kryetari i kuvendit ushtron detyrën e ushtruesit të detyrës presidentit kur presidenti është përkohësisht i paaft ose kur mban postë vakant deri në zgjedhjen e presidentit të ri brenda kufive kushtetues. Kushtetuesa nuk përmban një ndalim që i njëjti person nëse është sërish kryetari i kuvendit dhe krijon përsëri të njëjtat rrethana kushtetuese të ushtrojë detyrën e presidentit. Po bre, është e kam konsultuar. Këtë fenomen, këtë problem e kam konsultuar dhe jam i saktë. Okej. Por disa nga ekspertët e mirë të kushtetutës në Kosovë thonë që pas 5 nëntorit nuk kam. Po e konsultuar. Mirë, nëse s'kemi president. Te me 5 nëntor, atë çka i bjen? I bjen me shpërbër Republikën. Jo, se nuk shpërbër, por gjykata kushtetuese. Jo, gjykata po s'ka asnjë të drejtë. Askund nuk shkruan kushtetutën e Republikës që kryetari i gjykatës kushtetuese ka me i prej shtetit ose më bë ushtruese detyrës së presidentit. Ne vetë themi, askund nuk shkruan. Ne themi edhe komandanti i forcave armatose mundet me u bë president i vendit. Jo, me kushtetutë jo. Veç kryetari i kuvendit. Dhe ajo vazhdon. Çdo 6 muaj, çdo zgjedhje e kryetarit të kuvendit që del me 6 gusht, ajo është ushtrues detyrë për 6 muaj. Dhe ne lutemi dhe besojmë dhe shpresojmë që të shkurtohet mandati UD-s dhe të zgjedhet presidenti, por në këtë legjislaturë dhe me këtë deputet që kanë fituar dhe të japin betimin me 6 gusht, duket që janë të pamundshme gjasat që të kemi institucione nga presidenti, qeveria dhe kryetari i kuvendit. Prandaj është mirë që edhe nëse shkojmë në zgjedhje, që s'është dëshira ime as e jona, por është mirë që të jenë zgjedhjet e fundit dhe të gjendet në zgjidhje me subjekte politike, të lojnë këto propozimet, jo partioke dhe partioke. Unë kam lexuar gabim. Nuk e ke lexuar gabim, kam lexuar gabim, sepse po thotë që presidenti i Republikës së Kosovës nuk mund të ushtrojë për një periudhë më të gjatë se 6 muaj postën e presidentit të Republikës. Jo, 6 muaj përfundon. Po nuk më shumë se 6 muaj. Smundet edhe një herë 6 muaj po thonë. Po i njëjti smundet.
I njëjti. Po pra, ideja është e njëjta, zoni Haxhiu nëse prap bëhet kryetari i kuvendit. Po është mandati tjetër, nuk ka lidhje me individin. Lexoj komplet tutën. Mandati përfundon 6 muaj. Po ndryshe krijohet Posti ushtruesit të detyrës së presidentit të Republikës së Kosovës nuk mund të ushtrohet për një periudhë më të gjatë se 6 muaj. Po flet për postin, do thotë mbaron me 6 muaj. 6 muaj. Se ka flet për postin, por nuk shkon 12 muaj. Po ai ka flet për postin, jo për konstituimin e kuvendit të ri. Me konstituimin gabimi ishte imi, unë e lexova gabim. Jo, nuk e gabu, me konstituimin e kuvendit të ri. Ke lexuar pjesën e lastës. Me konstituimin e kuvendit të ri i vazhdoi të kushtetuar. E kam lexuar gabim pa herë. Nuk ka flet për emra, o ka flet për postin. Jo, sigurisht për emra, s'mund të flet zoti Koci. Do thotë mbaron. Shiko, ky 6 muaj që natyrshëm është ka mbetë si pasojë e asaj që kuptohet që brenda 6 muajve do të kemi zgjedhje të cilat mund të prodhojnë një situatë, ose do të kemi zgjedhje të presidentit, ose shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme nëse kemi kuvendin në rastet kur presidenti ta zom se ato janë 3 pika kur e qartë, kuptoj. Po ideja është që krejt kjo është përfolur që mund të dërgohet si pyetje në gjykatën kushtetare. Që si pyetja është legjitime dhe sepse neni është që nuk posti ushtruesi i detyrës së presidentit të Republikës së Kosovës nuk mund të ushtrohet për një periudhë më të gjatë se 6 muaj. Po qartë, posti. Shumë e qartë. Po. Shumë e qartë. Që mund të dërgohet në gjykatën kushtetuese, ne kemi pasur edhe pyetje edhe më jo specifike në gjykatën kushtetuese. Donse mund të shkoj. Megjithatë, fakti që përfundon mandati i kryetares së kuvendit me datën 6 pas nesër, se do të kemi me 6 kryetar të ri të kuvendit, me automatizëm ai bëhet ushtrues detyre i presidentit të vendit. Dhe ky është interpretimi shumë juristëve, dhe unë besoj që kanë të drejtë, sepse për ndryshe do të krijojnë një amullie e zakonshme. Më faqë vëndërhi, po bashkimi jemi në minutën e fundit. Postin. Postin. Foli për individin. Ai post mund të ushtrohet 6 muaj nga ushtruesi i detyrës, është shumë e qartë. Mirë, dhe mund të jetë ndoshta sipas jush. Kjo metet me pasë që ka ndodhur. Faleminderit zoti Koci. Faleminderit zoti Vinoci, faleminderit zoti Zeqiri. Miq dashur, dhe ju faleminderit që na doqët. Miropafshim.